Selam aleikum. Çfarë lejohet në marrëdhënien mes burrit dhe gruas se shumë njerëz bëjnë gjëra nga padituria? Aleikum selam rahmetullah. Unë jam kundër asaj që gjërat me dalën për këto pyetje me u bënë për publike dhe me u shpjegu plus 18, siç është ajo e njohur ajo shprehja ose ajo shenja. Nuk jam pro kësaj. Njerëzit kanë familje, njerëzit kanë fëmijë, neve e kemi një hadith për Amirit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka turp në fe. Po, e vërtet është, më mësu njerëzve fe nuk ka turp. Por se dallon ta plasosh në internet, kështu ne themi katonarë shklup dhe gjuje, fetfan, edhe pastaj shihe aje, shihe kë. Këto tema ban me i qel, i ke gjematin 5-6 vetë, 20, 100. Mirë, po më konë gjemati cili është në xhami, është i pjekur, i ka rrethana që këto tema me aqel. Ama tash na, çka vëtan me spjegu? Bënja qështu, bënja qashtu, është e turpshme kjo. Kemi pak. Ne duhet të flasim tema cilat, nëse ti i qel në telefonin tënë kështu, i lëviz, ose i lëshon në televizor, në familje, në salonin kurin, ti me menet patut kur dalin derset e mija, menet patut më s'pe pas gajle. Tash, për ma detalisht, hajde, bënë një grup 5-6 vetë, 10 vetë, pyetini detalisht, gjë që duhet, atë në rregull je.